Në pjesën e parë të emisionit është ftuar Atifete Sylla, psikologe, me cilën do të flasim për fëmijët me nevoja të veçanta, apo trajtohen barabartë me fëmijët e tjerë. Kenë kujdes, ti si suportojnë këta fëmijë dhe të kenë bashkëndjesi dhe jo përkundrazi të kërkojnë largimin e tyre siç ka ndodhur në shumë raste. Prindit e nxënësve të klasës, prindit tjerë tregojnë shumë egoist, ku i çdosh të bëjnë të kundërtën, të suportojnë këta fëmijë. Meriton fakti se si ka mundësi një prind i një fëmije të diskriminojë një fëmijë tjetër për shkak të asaj që është ndryshe. Ndërsa në pjesën e dytë të emisionit është i ftuar doktor Berat Krasniqi, ginekolog, i cili do të flasë për ndryshimet që sjell menopauza në trupin e një gruaje. Se 70% e grave që kalojnë menopauzë kanë simptoma të menopauzës, siç janë ato valë të nxehta, pastaj janë pagjumësia, ndjersitja. Ka raste kur përfshihet në menopauzë është prej mosës 45 vjeçare deri në moshën 55 vjeçare. Është periudhë kështu afatgjate. Mrena 6 muajve ose 1 vit është mirë të bëhet një vizitë ginekologjike. Këto e shumë detaje të tjera mund t'i ndiqni në emisionin Rrit, çdo të shtunë nga ora 11:30, vetëm në TV1.